Mirëmbrëma të dashur miq. Mirëmbrëma në këtë të premte e cila për mua është shumë emocionuese. Është fillim muaji, por ndërkohë është dhe fillimi një rrugëtimi të ri në eksperiencën time, në karrierën time, por nga ana tjetër edhe në rrugëtimin që do të ndjekim së bashku lidhur me shëndetin. Unë e kam premtuar se do të kemi një shtëpisë të vogël dhe të bukur si kjo të mbushur me ushqime, e cila do të na drejtohet drejt jetës së shëndetshme nga një guidë e cila quhet balancë. Balancë ne kërkojmë gjithkohës ta kemi në jetë, në gjendjen emocionale, në gjendjen familjare, në shëndet, në ushqime e kudo. E ndonjëherë ky i fundit, balanca në ushqime mund na dalë nga duart sepse informacionet e tepërta her pas here mund të bëhen edhe një konfuzion për ne. Në fakt, unë jam Hyrida Basha për të prezantuar dietologe klinike me 10 vite eksperiencë me pacientët që ndjek shpesh në klinikën time, por nga ana tjetër edhe me median. E ftuar në rubrika të shumta televizive kam kuptuar se sa e rëndësishme është të flasim shpesh për shëndetin dhe asnjëherë nuk është shumë për të folur për të. Edhe pse her pas here temat përsëriten, gjithmonë ka konfuzion, gjithmonë ka pyetje, gjithmonë ka diskutime. Prandaj do të jemi bashkë në balancë në 12 episode duke filluar nga sot për të parë këtë rrugëtim si një mundësi jo vetëm për të dëgjuar fakte shkencore apo terma të bukur lidhur me nutricionin, apo për të shpjeguar thjesht vlera ushqimesh, por për të krijuar një komunitet i cili do të jetë i ndërgjegjshëm, do të krijojë një komunitet i cili do të na bashkohet për të kuptuar se nuk jemi vetëm. Dhe kur ne nuk jemi vetëm, kemi mundësinë edhe të diskutojmë, të ndajmë mendime, të ndajmë ide, dhe për këtë arsye ky emision është krijuar me një pjesës të vetë, në pjesën e dytë, duke ju integruar edhe ju, duke ju përfshirë edhe ju me pyetjet tuaja, sepse jeni ju ata që bët të mundur realizimin e këtij emisioni. Në fakt, kur e mora përsipër të bëj një emision si ky ishte shumë e vështirë, sepse mendoja a do të isha gati profesionalisht, a do të isha gati për të dashur dhe për të mirëpritur nga ju, por kuptova se në fakt nëse nuk e merrja këtë iniciativë, do të tregohesha egoiste duke menduar veç për veten. Është një emision i cili, të them të drejtën, mbart emocione. Në kaq vite në media kur nuk e kam ndjer veten kaq të emocionuar dhe të gëzuar njëkohësisht, por më miklon fakti që e di që mbrapa kësaj kamere mua më ndjekin njerëz të cilët gjatë gjithë këtyre viteve kanë pritur nga unë të them gjëra të duhura. Herë jemi komentuar, herë edhe jemi gjykuar, por tek e fundit ajo që ka rëndësi është informacioni i duhur. Po përse duhet të ndiqni balancë? Së pari, balanca, pra ky emision nuk është një emision i cili thjesht do të tregoj disa këshilla. Tek e fundit shëndeti nuk është luks, është domosdoshmëri dhe secili prej nesh ka të drejtën e padiskutueshme për të marrë informacionin e duhur nga burime të vërteta. Ky emision nuk do të jetë thjesht një dhënës faktesh, po themi shkencore kështu të thata, por do të jetë i pasur me informacione të gjëra, herëherë të marrë dhe nga specialistë të ndryshëm të fushës, duke bashkuar kështu një zinxhir të tërë të informacionit nga gjeneza e deri në fund. Ajo çfarë është shumë e rëndësishme është që ju të bashkoheni këtë emision jo vetëm si pjesë e një audiencë, jo vetëm për ta parë këtë emision, por edhe për të kontribuar në të, duke bërë pyetjet tuaja në kanalin e YouTube Balance by Hyrida Basha. Në fakt, këto ditë, pra le të themi në këto pjesë të para të emisionit, do të jemi edhe në Instagram, në TikTok dhe në rrjetet e tjera sociale, më tepër për t'ju ndërgjegjësuar dhe për t'ju bashkuar YouTube-it. Shumë shpejt, ky emision do të transmetohet vetëm në kanalin e YouTube-it Balance by Hyrida, ndaj është mirë që nga cili do rrjet social që jeni duke na ndjekur, të logoheni dhe të bëni subscribe Balance by Hyrida dhe këtu do të keni mundësinë edhe të bëni pyetjet tuaja. Kështu që është shumë e rëndësishme që të bëni subscribe dhe për çdo koment që do të keni, pyetjet tuajon, ide, mendime e gjithçka që do të ndajmë së bashku, jeni të lirë t'i bëni këtu. Unë në fakt ju rikujtoj se në fakt ky emision do të transmetohet edhe për diasporën. Jam shumë e lumtur në fakt që e kam mundësinë që edhe diaspora, të gjithë shqiptarët që nuk janë brenda kufive tanë, të mund të dëgjojnë pak zë Shqipërie dhe të mund të ndjeni një farfor me pak aromë të tryezave shqiptare. Fal Alb Radio në Zvicër, ky emision prej të dielës në orën 13 do të ndiqet për të gjithë ju që nuk jeni dot brenda këtyre kufive. E kështu, nëpërmjet teknologjisë, ne jemi shumë afër dhe jemi bashkë me njëri tjetrin. Në fakt, në këtë episod unë kam zgjedhur të diskutoj një temë e cila është e prekshme nga gjithë, është e diskutueshme në çdo familje. Stinët tashmë kanë ndryshuar. Ne jemi në stinën e vjeshtës,
dhe po i afrohemi dimrit, por në fakt, nëse ngrihemi në mëngjes është dimër, e në drekë bëhet një vap pranvere, ndoshta ndonjëherë edhe vere, edhe përsëri në darkë ne kemi një të ftohtë, i cili nuk është normal për gjithë pjesën tjetër të ditës. Po çfarë bëjnë këto temperatura? Sigurisht që prekin sistemin ton imunitar, duke na bërë ndonjëherë më vulnerabël ndaj infeksioneve, virozave apo sëmundjeve të tjera, duke na lejuar ose duke krijuar mundësinë që në trupin ton të vendosen disa mikrobe ose mikroorganizma të cilët prishin gjithë homeostazën, pra prishin gjithë gjendjen ton të mirë. Përpara se t'i futemi temës dhe të diskutojmë mbi të, dua t'ju them se Balans do t'jetë me 12 episode si kundër une para renda, por dua të shpjegoj se çfarë do të kemi aty. Pra do të shpjegojmë strukturën e cila është ndarë në 3 segmente. Në segmentin e parë ne gjithmonë do të prezantohemi, do të bëjmë një rezume të një episodi paraardhës dhe nga ana tjetër do të fillojmë të shpjegojmë temën që do të trajtojmë. E më pas në segmentin e dytë ju do të keni mundësinë të jeni me mua, deri diku do më zhvendosni pak nga roli sepse do të jeni ju ata që do ta trajtoni këtë emision nëpërmjet pyetjeve tuaja, dhe në pjesën e tretë do të kemi strategji të ndryshme për të menaxhuar blerjet, strategji dhe praktika të ndryshme për të menaxhuar ushqimet në kuzhinën tonë, receta të ndryshme, informacione të ndryshme nga mjek apo specialistë të tjerë të fushës, pra një tërësi informacionesh dhe çdo episod do të jetë ndryshe. Ajsa unë jam shumë e sigurt, ashtu siç unë edhe ju mezi do ta prisni të premten pasardhëse. Dhe të kthehemi pak tek tema që do të kemi. Sistemi imunitar është një ndër sistemet më të ndërlikuara ashtu siç në fakt i gjithë organizmi ynë është. Sistemi imunitar, unë do doja që ju ta imagjinoni tani në formën e një ushtrie. Është pikërisht një tërësi ushtarësh, të cilët patjetër kanë një komandant në krye të tyre. Janë qelizat imunitare. Sistemi imunitar në fakt është i lindur dhe i fituar. I fituar ai normalisht merret gjatë jetës nëpërmjet vaksinimit, nëpërmjet përforcimit ndaj ushqimeve apo duke e menaxhuar stilin e jetesës edhe më mirë. Dhe duhet kemi parasysh pavarësisht se sa të mirë e kemi sistemin ton imunitar të lindur, duhet të konsideruar me patjetër sigurimi i ushqyesve të duhur për të përforcuar këtë të fundit, por nga ana tjetër dhe për të bërë një sistem imunitar të fituar edhe më të fuqishëm. Dhe ajo çfarë është shumë e rëndësishme është të kuptojmë që jo vetëm ushqyerja ndikon në sistemin ton imunitar, por dhe stresi kronik. Patjetër gjëndrat tona mbiveshkore ose ndryshe të quajtura adrenale prodhojnë kortizolin në raste të stresit dhe kur ky është i vazhdueshëm, që ne e konsiderojmë stres kronik, atëherë këto qeliza, të cilat unë i përmenda, do të ndalin ndoshta nga kontrolli dhe do të mund të ulin aftësitë e tyre mbrojtëse. Pra këta ushtarët që ne i kemi gjithmonë në favorin ton, do të fillojnë ta humbasin pak veprimtarinë e tyre sepse ndikohen katërcipërisht nga stresi. Por ajo çfarë është interesante është t'ju theksoj se trupi është më i zgjuar se sa ne. Natyra ka krijuar kaq shumë mundësi që ne ta falenderojmë her pas here dhe një ndër to është kujtesa imunitare. Unë jam shumë e sigurt që secili nga ne ka provuar një variant gripi. Por dikush e ka kuptuar që vitin tjetër i njëjti grip nuk e ka zënë njësoj dhe themi pas kemi fituar imunitet. Ndaj shpesh themi dhe për fëmijët lërini të bëhen pis, lërini të sëmuren, lërini të krijojnë inflamacion. Pse? Sepse kështu ne aktivizojmë kujtesën imunitare. Qelizat T dhe B, që janë shumë të rëndësishme për sistemin ton imunitar, janë ato që ndikojnë edhe në mënyrën se si rregullohet cikli i qelizave, sepse sigurisht qelizat kanë një cikël të jetës së tyre. Këto dy qeliza T dhe B janë shumë të rëndësishme për të kuptuar dhe për ta forcuar dhe për të na mbrojtur ne nga jo vetëm nga virozat, por edhe nga sëmundje më të mëdha si kundër është kanceri apo tumoret edhe kur janë të lokalizuara. Dhe kur flasim sigurisht për kujtesë imunitare, nuk kuptojmë pikërisht këtë gjë, që trupi e ka njohur veprimin e një virusi të caktuar. Dhe vitin e ardhshëm, nëse kemi të bëjmë me përballje ndaj këtij varianti, trupi jon e merr më lehtë situatën, reagon më ngadalë, reagon më mirë dhe nuk na lejon që ne të humbasim ndoshta ditët në punë apo të kemi temperatura të larta apo të kemi një rënje të fuqishme të sistemit imunitar. Është pikërisht ajo që quhet kujtesa imunitare që na e mundson këtë gjë. Gjumi
Gjumi është një ndër elementet më të rëndësishëm dhe unë e di shumë mirë që në 12 episodet që do të flasim, pavarësisht temës, unë gjumin do ta përmend, sepse gjumi është një proces i rëndësishëm i mirë funksionimit të organizmit ton. Nuk është thjesht një relaksues i trurit, por është edhe një element i cili do të na ndihmojë kundër këtyre patogjenëve. Trupi prodhon citokina gjatë ciklit të vet dhe patjetër ndihmon edhe hormonet të stabilizohen dhe të normalizohen. Ne kemi folur shpesh edhe dhe më përpara dhe kur unë kam qenë në live, ndoshta në Instagram apo në rrjetet e mia sociale, për nivelet e melatoninës dhe kortizolit, të cilat në nivelet e ndryshme të gjumit ose në hapat e ndryshme të gjumit kanë një prodhim ndryshe. Ndaj duhet bërë një gjumë cilësor në mënyrë që ne të mos kemi rritje të prodhimit të kortizolit, por përkundrazi në mënyrë që sistemi jon imunitar të jetë i fuqishëm dhe dita jon të jetë më efektive. Ato çfarë realisht e tregojnë rënjen e sistemit imunitar apo praninë ndonjëherë të ndonjë infeksioni apo viroze, janë qelizat e bardha të gjakut. Do duket pak si leksion kjo pjesë e parë e emisionit. Kjo ndoshta edhe për hir të profesionit si pedagoge, shpeshherë përpiqem që të gjej fjalë të thjeshta për të kuptuar nga studentët dhe këtë do bëjmë edhe bashk. Dhe dua t'ju shpjegoj që termat që ndonjëherë përdorim janë edhe për të edukuar ndonjëherë edhe njohurit tona. Sigurisht unë jam e bindur që nuk më ndjek vetëm një audiencë e cila ka një profesion tjetër, por më ndjek edhe një kolegi imi, më ndjek edhe një studenti imi dhe do doja të isha korrekt me të gjithë. Kështu që do të përdor termat shkencor e më pas do t'u shpjegoj lehtë çfarë do të thotë. Leukocitet, ruazat e bardha të gjakut, janë ato çfarë realisht kapin mikrobet, janë pararoja. Ato dalin të parët për të mbrojtur kështjellën tonë dhe marrin pikërisht këto mikrobe dhe i vrasin ato nëpërmjet proceseve të veta. Antitrupat përsëri janë armë të veçanta që kjo ushtria jonë e madhe e sistemit imunitar i ka. Dhe patjetër organet limfoide, pra gjëndrat limfatike janë ato cilat na ndihmojnë për të rregulluar sasinë dhe riprodhimin e këtyre qelizave të bardha të gjakut, së bashku me shpretkën, i cili përsëri është një organ kyç dhe thelbësor në sistemin tonë imunitar. Po të gjitha këto, a mund të funksionojnë pa u kujdesur pak? Pavarësisht se Zoti dhe natyra ka krijuar që këto të jenë procese që zhvillohen vetë, pa praninë tonë dhe pa komanda prej së jashtmi, pa diskutim që ka nevojë edhe për kujdesin ton. Dhe kush është kujdesi jon? Vëmendja në çfarë konsumojmë. Ka një proces fare të thjeshtë për cilin duhet kemi kujdes gjatë ditës dhe gjithçka mund të shkojë ashtu siç duhet. Mjafton që të kemi mendjen çfarë vendosim në pjatë dhe çfarë marrim nga pjata për ta vendosur në gojë. Nëse ne arrim të komandojmë këtë veprim në jetën tonë, kemi komanduar gjithçka në jetë. Pra, të arrish të kuptosh çfarë ti do të bësh me trupin tënd, është besoj një ndër disiplinat më të mëdha që ti mund të menaxhosh në jetën tënde. Dhe pikërisht këtu jemi duke folur për ushqimet të cilat duhet patjetër të mbajnë vlera ushqyese dhe dëndësi nutritive në to. Shpesh dëgjojmë të numërohen kaloritë, shpesh dëgjojmë të flasim për kalorazhin, të dobësohemi e tjera me radhë, por duhet patur më shumë fokus cilësia e produkteve që ne konsumojmë. Dhe nëse një ushqim përmban sasi të konsiderueshme të vitaminës D, patjetër që ne jemi brenda kufive të një shëndeti të mirë. Vitamina D patjetër që është pak e kufizuar në stinën e dimrit për hir të faktit se jo gjithmonë kemi ditë me diell, por fatmirësisht 10% të vitaminës D ne mund ta sintetizojmë vetëm prej ushqimeve si kefiri, veza, kosi, kërpudhat, gjalpi, peshku i vogël, sardelia, të cilat përmbajnë jo vetëm vitaminën D, por dhe acide yndyrore të cilat kanë mundësi ta tresin këtë vitaminë. Dhe në rastet kur ne nuk marrim mjaftueshëm vitaminën D, patjetër në raste të nevojshme, duhet edhe të suplementohemi, por kjo gjithmonë mbas ekzaminimit të vlerave të nivelit të vitaminës D. Vitamina D janë shumë të rëndësishme sepse kanë dhe rol hormonal krahas të gjithave dhe ne pavarësisht gjithçkaje që flasim, jemi produkt i realizimit të një zinxhiri apo të një kaskade reaksioni nga hormonet. Le ta konsiderojmë sistemin tonë hormonal si një domino, pra si një puzzle i bërë nëpërmjet dominove. Nëse i pari nuk shkon mirë, gjithçka do të ndryshojë, ose nëse i pari shkon mirë, do të formohet një puzzle me figura të bukura. E kjo figura e bukur është shëndeti ynë, i cili patjetër reflektohet në fytyrën tonë, në sytë tanë, në eficiencën tonë, në përqendrimin tonë, në humorin tonë, në lumturinë tonë.
nuk na kushton asnjë gjë, ti drejtohemi natyrës për të konsumuar ushqime, të cilat jo vetëm vitaminën D, por duhet kenë edhe zinkun si një ndër mineralet i cili është aleati më i mirë i sistemit imunitar, sepse ka aftësinë të kthehet në oksid zinku, e duke realizuar kështu një mbrojtje shumë të mirë, jo vetëm të sistemit imunitar në brendësi, por edhe të barierës kryesore që është lëkura. Të mos harrojmë se lëkura është organi më i madh i trupit tonë dhe është ajo e cila, le të themi, përballet e para me çdo virus, me çdo bakter, me çdo agent të huaj që mund të prishi mikroflorën e saj e kështu me radhë të gjithë sistemin tonë. Ndaj, ju rikujtoj që për të patur një shëndet të mirë, duhet i kthehemi natyrës. Dhe kur flasim për natyrën, flasim për sezonin. Shpesh ne tentojmë të konsumojmë ushqime të cilat i dëgjojmë, janë trend, na prezantohen ndoshta nga influencera, na prezantohen ndoshta nga modele të ndryshme në Instagram, herëherë dhe jo profesionist, duke e treguar pak me konfuzion gjithë situatën. Por, duke qenë që ne jemi një vend mesdhetar, kemi mundësinë t'i ofrojmë vetes tonë luksin e ushqimeve. Dieta mesdhetare për të 7 vite radhazi ishte përsëri në majën e listës si një ndër dietat që kishte benefite më të mëdha për shëndetin tonë, por nga ana tjetër edhe për mjedisin. Të mos harrojmë se ne jetojmë në një mjedis i cili varet nga ne, varet nga mënyra se si ne konsumojmë ushqim, se si ne shpërdorojmë ushqimin, se si ne menaxhojmë mbetjet dhe se si ne realisht hedhim mbeturinat në ajër, në tokë apo në det. Ndoshta në ajër ne nuk i hedhim, por ama duhet kuptojmë që në tokë gjithçka emetohet. Dhe patjetër për të sjellë produkte nga jashtë lëshohet gaz karbonik i cili vjen nëpërmjet transportit. Ndaj, ne, duke qenë një vend i cili prodhon shumë, mund t'i referohemi të gjitha prodhimeve vendase. Në këtë lloj forme, ne jo vetëm që marrim ushqyesit e duhur, jo vetëm që sigurojmë të gjithë elementët e duhur për sistemin tonë imunitar, por krijojmë edhe një buxhet më ekonomik, sepse fare thjesht nëse ne marrim produktet e sezonit, do t'i gjejmë një kosto më të menaxhueshme, por nga ana tjetër edhe do të kemi mundësi të eksplorojmë mënyra pafund të gatuarit, duke përfshirë kështu edhe gjithë familjen. Për të rikujtuar dhe për të përmbledhur edhe një herë, sepse regjia më bën me shenjë që audienca ende do të di ku ne jemi duke u ndjekur, pavarësisht se jeni duke na parë nga secili rrjet social që jeni loguar, ju lutem mund të kaloni në YouTube në kanalin Balance by Hyrida. Aty do të keni mundësinë të bëni dhe komentet tuaja. Në fakt, duhet ju falenderoj që ndënjë deri tani, ju falenderoj edhe që morët pjesë në këtë pjesë të parë dhe unë patjetër që ju ftoj të ndiqni të dyja pjesët e tjera të emisionit, por së pari më duhet të falenderoj ata që mundësuan këtë produksion, le ta quajmë kështu. Në fakt, asnjë gjë nuk bëhet vetëm dhe nëse njeriu ka një vlerë të madhe në jetë, është pikërisht mirënjohja dhe falenderimi. Jam gëzuar pamas kur e kam prezantuar këtë projekt dhe të gjithë ata që e mbështeten dhe do të na bashkohen rrugës në episode, e kanë pëlqyer dhe e kanë mbështetur si një iniciativë jo vetëm për të rritur ose për të forcuar egon time në profesion, por e kanë kuptuar thelbin se balanci do të jetë vërtet një këshillues dhe një udhëzues i mirë për shëndetin e të gjithëve. Ne nuk jemi vetëm qenie sociale që plotësojmë ego, por jemi dhe qenie sociale që rrisim shoqërinë. Dhe patjetër nëse ky emision arrin të futet edhe tek fëmijët, atëherë ne ja kemi dalë mban. Tani do të jemi në pjesën e dytë, ku thash edhe më herët do të jeni ju protagonistët, pak e vështirë për të gjithë audiencën sepse ende nuk e kanë kuptuar si duhet të vendosen në YouTube. Mjafton të futeni në YouTube, të klikoni Balance by Hyrida, të bëni subscribe dhe është kaq e thjeshtë. Gjithsesi do t'ju suportojmë her pas here duke ju rikujtuar në mënyrë që të mos ketë probleme nga ju dhe të mund t'i bashkojnë emisionit bashkë edhe me pyetjet. Le të përmendim tani disa ushqime që janë aleati më i mirë i sistemit imunitar. Por përpara se të bëj këtë, do doja të shpjegoja që sistemi imunitar dhe gjithçka, çdo sëmundje, çdo problematik, qoftë edhe menaxhimi i peshës, nuk ka të nevojshëm vetëm marrjen e ushqimeve të caktuara, por krijimin e një regjimi ushqimor të balancuar, të ekuilibruar, të pasur me nutrient, konsumin e lëngjeve, konsumin e bërjen e aktivitetit fizik, cilësinë e gjumit. Dhe kur flasim për lëngje, nuk është patjetër dhe domosdoshmërisht vetëm uji. Në lëngje ne
konsiderojmë edhe çajrat. Unë këtu sot kam me vete çajin kombucha, në fakt është një çaj ideal për sistemin imunitar, sepse është ndër ato çajrat të cilët përveç se janë të fermentuar, kanë një sasi të lartë të probiotikëve, antioksidantëve dhe mineraleve në të njëjtën kohë. Dhe çajrat të tillë, të cilët vijnë nga fermentimi i çajit të zi apo jeshil, janë një aleat i mirë në të njëjtën kohë i sistemit imunitar në tërësi, i organizmit në përgjithësi, por çfarë është e rëndësishme është e mikrobiomës. Që ta shpjegoj pak thjesht, ne bashkëjetojmë me triliona mikroorganizma të cilët drejtojnë jetën dhe shëndetin tonë. Këto mikroorganizma janë të shpërndarë në trupin tonë. Janë në zorë, si kundër unë thash, dhe aty është selia qendrore, le ta konsiderojmë kështu, janë në lëkurën tonë, janë në rrugët respiratore, në rrugët gjenitale dhe patjetër në mushkëri. Kjo mikrobioma ka një lidhje dhe një komunikim të jashtëzakonshëm njëra me tjetrën, por nëse prishet bariera ose le të themi nëse prishet mjedisi i njërës prej mikrobiomave, fillon efekti domino që unë shpjegova në fillim. Për të mos e lejuar këtë dhe për të kuptuar dhe thelbin e emisionit Balans që është pikërisht parandalimi, por në rastet caktuara kur tashmë diagnozat janë edhe kujdesi me dietoterapi, ne duhet të përfshijmë në regjimet ushqimore tonat edhe kombuchën, i cili thash edhe një herë është një çaj që njëkohësisht dhe na hidraton dhe na ndihmon tek individët të cilët ndoshta nuk e kanë shumë qejf konsumin e ujit. Kështu nëpërmjet kombuchas ne realizojmë një hidratim shumë të mirë, nga ana tjetër edhe pasuri me minerale. E tani do të kalojmë një shije komplet ekstreme, e cila është sa e dashur, aq edhe e bezdisshme ndonjëherë, por kur marrim parasysh vlerat që ka, ne i hedhim poshtë gjitha. Bëhet fjalë për hudhrën, e cila është një perime që futet tek në fakt e grupi ushqimeve FoodMap, pra tek ato të cilat kanë sasi të larta të fibrave dhe janë një aleat shumë i mirë për virozat, për myqet, për zhvillimin e qelizave, pra shumimin e tyre, por nga ana tjetër edhe për të vrarë mikrobet kështu fiks si ato ushtarët me arme dhe hudhra është e tillë. Alicina është komponenti kimik i hudhrës, i cili i jep atë aromën jo të këndshme në fakt, por që është pikërisht ajo që jep edhe benefitet edhe po themi vlerat ushqyese antibakteriale dhe patjetër antivirale. Hudhra është një element i cili nuk është vetëm për të trajtuar, por është edhe për të parandaluar. Herëherë përdoret edhe në përdorime lokale, ndoshta të plagëve apo të tjera ndryshimeve të lëkurës, por këtu nuk do ta rekomandoja shumë sepse duke qenë e fortë, pra duke qenë shumë acide, mund na shkaktojë dhe irritime. Farat e kungullit duket sikur janë një ushqim i cili thjesht mund na kalohet në formën e një sneku, pra ne mund t'i marrim për të shtyr kohën zakonisht për të parë një film apo për t'i shijuar, por në fakt farat e kungullit janë shumë të rëndësishëm sepse jo vetëm që na ofrojnë sasi të larta të antioksidantëve në formën e vitaminës E dhe A, por nga ana tjetër përmbajnë sasi të larta të beta-karotenëve. Këto të fundit sigurisht që veprojnë shumë mirë në shëndetin tonë të syrit, në shëndetin tonë imunitar në tërësi në mënyrë të padiskutueshme, por kanë një rol pak më të gjerë se sa kaq. Janë të pasura me vajra esencial, duke e përfshirë në grupin e ushqimeve të cilat kanë sasi të larta të yndyrnave të shëndetshme dhe të nevojshme. Kështu bëhet edhe një mundësi e mirë për të tretur ato vitamina të cilat kanë nevojë për të pasur yndyrnën në mënyrë që të vendosin në organizmin tonë. E po ashtu, nëse theksojmë sasinë në përqindje të dozës së rekomanduar për zink, ato na furnizojnë me 20% të kësaj doze të zinkut gjithmonë, por gjithashtu janë të pasura me terpenide, një kimikat i cili është i rëndësishëm për organizmin tonë sepse vret ato lambjet ose krimbat në zorë që zakonisht fëmijët vuajnë, por nëse vuan njëri prej fëmijëve, patjetër që gjithë familja duhet të trajtohet. Kështu që farat e kungullit duhet të jenë pjesë e regjimit ushqimor, i cili mund të jetë i përdorur edhe ashtu pas një kombinim, por farat e kungullit na japin aksesin që ne ti vendosim dhe ti përshtasim në kek të ndryshëm, në bara energjike të ndryshme, për ato biskotat që ne mund t'i bëjmë me fara, në kos ndoshta, në kefir ndoshta, pra kudo mund ta vendosim në sallatrat tona patjetër, duke e pasuruar njëkohësisht edhe me fibra dhe duke na dhënë mundësinë që të kemi një shëndet më të mirë, por edhe shije, sepse herëherë gjykohet të qenurit në një regjim ushqimor. Mendohet sikur në një regjim ushqimor ne do të ham vetëm gjëra jeshile dhe pa shije, por në fakt nëse ne bëjmë kombinimet e duhura, mund t'i marrim më të mirën natyrës për shëndetin tonë. Jemi në një stin ku agrumet janë pa kufi, pra mandarina,
kumkuat, portokalle, limonat, lajm gjithashtu, po edhe kivi është shumë i pasur me vitaminë C, por gjithsesi në këto grupe ushqimore që fatmirësisht vendi jon i prodhon, ne kemi mundësinë që të marrim sasi të larta të vitaminës C si një ndër barrierat kryesore të sistemit imunitar. Një ndihmës shumë e madhe jo vetëm për sistemin imunitar, por edhe për prodhimin e kolagjenit, i cili ka nevojë të padiskutueshme për praninë e vitaminës C. Po vitamina C nuk na ndihmon vetëm për kaq. Vitamina C e marr në formë natyrale kryesisht nga agrumet që unë përmenda, është një ide shumë e mirë për t'i dhënë shije ushqimeve tona, për t'i dhënë shije sallatrave të ndryshme, e nga ana tjetër për të ndihmuar porthitjen e hekurit. Herë ndodh të kemi shqetësime të nivelit të hekurit në gjak dhe patjetër që suplementohemi kur është e nevojshme. Por duhet kuptojmë që të gjithë individët që marrin suplementin e hekurit duhet patjetër ta shoqërojnë edhe me vitaminën C dhe acidin folik. Por sa interesante është mënyra se si përthithet hekuri në organizmin ton. Ne hekurin e marrim nga ushqimet shtazore, pra nga produktet shtazore që kundër mund të jetë mishi, mund të jetë mëlçit, pra të brendshmet e kafshëve. Por mund ta marrim edhe nëpërmjet bimëve. Ndoshta në produktet shtazore është pak më e thjeshtë sepse hekuri në këtë rast është në formën hem dhe trupi e ka më thjesht për ta kapur dhe për ta çuar aty ku ka nevojë, por në bim kjo është pak më e vështirë sepse hekuri është më pak i kapshëm nga organizmi. Ndodhet në formën e tij jo heme, konsiderojmë ne. Por në këtë rast përsëri mjafton të shtojmë agrume në tryezën tonë dhe ja kemi dalë mban që nëpërmjet vitaminës C ta kapim hekurin kudo që të jetë dhe ta vendosim aty ku trupi vërtet ka nevojë për të. Dhe nëse i kthehemi çajrave, unë përmenda kombuçën, por mund të përmendim edhe çajrat e tjerë, të cilët kanë sasi pafund të antioksidantëve. Duhet kuptojmë një gjë, sa më shumë afër tokës të jenë produktet, aq më të rrezikuara janë për të mos u rritur. Çfarë dua të them me këtë? Një bimë e cila është shumë afër tokës mund të rrezikojë jetën e vet nëpërmjet insekteve, temperaturave, kimikateve që ndoshta ndodhen në tokë, njerëzve që mund t'i shkelin e kështu me radhë. Por për të mbijetuar, asaj duhet të nxjerrë në para kështjellës së vet ato ushtarët që unë përmenda për sistemin ton imunitar. Dhe pikërisht këto ushtarët janë ato që ne i dëgjojmë fjalën antioksidant. Pikërisht antioksidantët mbrojnë bimën të rritet e shëndetshme, por nga ana tjetër na ofrojnë edhe mundësinë për të patur një shëndet më të mirë. Ndaj erzat, çajrat janë shumë të rëndësishme për të vendosur në tryezat tona në mënyrë që të marrim jo vetëm aromë dhe shije, por edhe të furnizohemi me nutrient. Brokoli, një ndër perimet, brokoli dhe gjithë familja krucifere, pra lule lakra, lakër brukseli e të tjera me radhë, janë aleatët më të mirë të organizmit. Përmbajnë sasi të konsiderueshme të fibrave, për shumë pak kalori na ofrojnë sasi të larta të mineraleve, sepse duhet ta kuptojmë në fakt që në momentin që ne konsumojmë fibra, kemi një sasi të mirë të ngopjes. Pra fibrat janë ato që ndihmojnë rregullimin e nivelit të sheqerit në gjak, por nga ana tjetër na ndihmojnë edhe të rregullojmë nivelin e kolesterolit. Nëpërmjet fibrave ne arrim ngopjen më shpejt, por njëkohësisht nëpërmjet këtyre ushqimeve që përmbajnë këto fibra që unë përmenda, ne marrim edhe elementë të tjerë sikundër janë mineralet. Në një kup brokoli që ndoshta nuk ka shumë kalori, unë mund të siguroj ju që na ofrohet aq shumë magnez sa për të prodhuar energji pafund në organizmin ton. Kështu, ndërkohë, një ndër pyetjet që në fakt do të ishte interesante dhe shpesh më bëhet, është fakti që brokoli tek disa individ nuk mund të konsumohet, pra brokoli, lule lakra e kështu me radhë. Ndaj, unë do t'ju siguroj që brokoli edhe lule lakra, nëse zihet në temperatura pak më të larta, na humbet disa prej vlerave. Na humbet likopenin, po themi, le të themi e humbet, kur themi e humbet, do të thotë që kjo vlerë në përqendrim nuk është shumë e lartë, por nga ana tjetër i ndihmon individët të cilët kanë Hashimoto të mos e kenë problemin për ta konsumuar. Futet tek familja goitrogen, pra tek elementet të cilët janë goitrogen, por nga ana tjetër nuk janë patjetër një produkt që duhet eliminuar nga dieta ushqimore. Thjesht duhet patur kujdes që ndryshe nga kategoria tjetër e personave që nuk vuajnë me goitër apo Hashimoto, brokoli këtë rast të zihet pak më shumë në mënyrë që këto goitrogenet të denatyrohen. Një pyetje që në fakt regjia ma tregon se erdhi është vetëm pak, sepse gjithmonë me rrjetet sociale unë kam pasur probleme. A ka ndonjë mënyrë të thjeshtë për të kuptuar nëse dieta jonë po na ndihmon të forcojmë imunitetin? Është pyetje shumë interesante dhe në fakt po, ka një mënyrë.
mënyra më e mirë është të kuptojmë se asnjëherë nuk na zë gripi, ose dhe nëse na zë ne arrim ta kalojmë më lehtë atë. Fytyra jonë është e shkëlqyeshme, pra lëkura është e mirë, e pastër, pa akne. Nga ana tjetër është energjia që kemi, sigurisht që të kesh një sistem imunitar të mirë do të thotë që të kesh dhe energji, eficienca dhe përqendrimi, prodhimtaria e të tjera me radhë. Pra këto janë disa elemente të cilët na ndihmojnë të kuptojmë se ne kemi një sistem imunitar dhe jemi duke bërë gjën e duhur me të. Pyetja e radhës: çfarë ushqimi nuk duhet të largojmë nga regjimi jonë ushqimor? Në fakt, asnjë ushqim nuk duhet larguar nga regjimi jonë ushqimor. Patjetër mund të reduktojmë disa ushqime që ne do t'i prekim me radhë, por për të larguar nuk duhet të largojmë asnjë ushqim. Thjesht duhet të dimë të kombinojmë, ashtu siç emrin e ka emisioni, balans, duhet të balancojmë ushqimet. Pra në një pjatë të caktuar duhet të kemi të gjithë nutrientët, duhet të kemi edhe karbohidratet sepse nga këto ne sigurojmë fibrat, po sigurojmë edhe folate, po sigurojmë edhe vitaminë C, po sigurojmë edhe vitaminë B, por duhet të kemi edhe proteinat sepse marrim aminoacidet, por duhet të kemi edhe yndyrnat sepse ndihmojmë tretjen e vitaminave. Pyetja e radhës: a ndihmon çokolata e zezë në forcimin e imunitetit? Sa shumë adhurues të çokoladës që ka, dhe në fakt sa mirë që ka adhurues çokoladës, por ajo çfarë duhet bërë është zgjedhja e saj. Çokolata është një element shumë i mirë për sistemin tonë imunitar, është e pasur me antioksidant pafund, ka zink shumë dhe nga ana tjetër ka magnezium. Magnezi ka, për kuriozitetin tuaj, 600 funksione në organizmin tonë dhe një ndër to është dhe prodhimi i energjisë. Kështu që nëse arrin të prodhojë energji do thotë që dhe ne kemi një imunitet të madh dhe të lartë. Kështu që çokolata, nëse është mbi 70% fondente, është një ndër aleatët më të mirë të shëndetit. Mund të konsumoni çokoladë sa të doni. Folëm për ushqimet që janë të duhurat për sistemin imunitar, sigurisht ka pafund, sepse sikundër thash, për të pasur një shëndet të mirë nuk mjafton vetëm 1 apo 2 produkte, por një tërësi ushqimesh që kryesisht janë lokale dhe stinore, por le të përmendim disa të cilat duhen larguar nga regjimi ushqimor, e nëse nuk i largojmë dot 100%, të paktën t'i reduktojmë ato. Unë e di, të gjithë do ta mendoni se çfarë jam duke thënë, janë pikërisht ushqimet e përpunuara. Ushqimet të cilat kanë sheqerna të shtuar. Dhe kur flasim për sheqerna të shtuar, nuk flasim gjithmonë për karbohidratet, sepse kur flasim për karbohidrate, këtu kategorizojmë dhe karbohidratet e domosdoshme për organizmin. Duhet kuptojmë që karbohidratet janë burimi primar i energjisë në organizmin tonë dhe janë furnizuesi shumë elementeve që unë i përmenda dhe në pjesët e para. Por te karbohidratet kemi dhe ato kategori të cilët duhet ta eliminojmë, apo në rastin më të mirë dhe në persona më me vullnet ti reduktojmë totalisht ose ti eliminojmë komplet nga regjimi ushqimor. Janë sheqernat e thjesht, pra ëmbëlsuesit. Ëmbëlsuesit e shtuar ndonjëherë, por edhe ushqimet të cilat vijnë të paketuara dhe të ëmbëlsuara. Dhe kur flasim për sheqer, kemi të bëjmë me një lidhje direkte të sistemit imunitar, sepse është sheqeri pikërisht ai që inflamon organizmin ton dhe mund të prishi rendin dhe ciklin qelizor, shumimin qelizor, i cili nëse del jashtë kontrollit, patjetër do të kthehet në një tumor, e ky i fundit nëse përhapet në organe të tjera do të kthehet në kancer. Kaluam një muaj që ishte dedikuar komplet kancerit, kryesisht atij të gjirit, por ju rikujtoj se në fakt tetor është çdo muaj. Ndaj këto këshilla vlejnë për çdo muaj, për çdo individ dhe për çdo problematikë shëndetësore. Alkooli, në fakt është një ndër elementët që herëherë bëhet i dashur në tryeza, por duhet patur kujdes që të ruajmë sasinë e konsumit të tij. Zakonisht për gjinin femrore, pra për femrat, lejohet një njësi e për meshkujt 2 njësi, po kur më pyesin pas saj për njësinë, aty surprizohen sepse është gjithkohës një vlerë shumë modeste, sepse ajo vlerë modeste është më tepër për të qenë bashkë me familjen apo miqt, kurse pjesa tjetër pastaj bëhet e dëmshme për organizmin. Kështu që duhet patur kujdes dhe zgjedhja e alkoolit, sepse alkooli është ndër ato ushqime, në fakt nuk konsiderohet ushqime, por ndër ato elementë të cilët në kontaktin e parë që bën me amilazën, që është enzima e pështymës, kthehet direkt në glukozë. Pra, nëse ushqimet normale kanë një proces të shpërbashkimit, të tretjes, një proces mekanik në gojë e pastaj kimik në organizëm, alkooli nuk e ka këtë. Alkooli në kontaktin e parë që bën me gojën, në çlirimin e pështymës, pra me këtë amilazën, kthehet direkt në sheqer dhe pastaj akumulohet në veshka, në mëlçi kryesisht dhe në lëkurë. Ndaj duhet patur kujdes që ta shmangim sa më shumë, sepse është dhe një vrasës i ruazave të bardha të gjakut që janë aleatët tanë më të mirë të shëndetit.
ushqimet e skuqura të përpunuara. Sigurisht për fëmijët është pak e vështirë që ti limitojmë në konsum të këtyre produkteve sepse janë edhe të prezantuar shumë ndoshta nga reklamat e ndryshme, ndoshta nga dyqanet afër shkollave, ndoshta nga aromat e këndshme që këto produkte kanë, por duhet pak komunikim më shumë me fëmijën dhe prezantimi edhe me informacionin e duhur dhe të lehtësuar për fëmijë. Kështu që ushqimet e përpunuara nuk kanë vetëm problemin e skuqjes apo vajt që ndoshta herëherë edhe nuk është që rifreskohet në ambientet ku bëhen edhe ku tregtohen këto produkte, por kanë edhe problemin se janë të pasur me krip, me ngjyrues, me aditiv të tjerë të cilët nuk janë në favor të shëndetit tonë, por përkundrazi, jo vetëm që inflamojnë, pra jo vetëm që na e pengojnë sistemin tonë imunitar, por mund të jenë edhe një favor pro-sëmundjeve dhe ne në fakt nuk jemi këtu për të bërë këtë, por jemi për të kundërtën. Produktet e gazuara ose pijet e ëmbëlsuara. Nëse flasim për pijet e ëmbëlsuara, do të na mjaftonin lëngjet e frutave natyrale, edhe pse këto të fundit janë pa fibra, por të paktën janë natyrale. Çdo ushqim tjetër ose çdo pije tjetër që vjen e paketuar është një ujë me sheqer. Kështu që nëse i konsiderojmë vetëm ujë me sheqer, ne kuptojmë që këtu nuk ka asgjë të shëndetshme. E përpos kësaj kanë edhe ngjyrues të cilët ndoshta do imitojnë ngjyrën e një fruti të caktuar. E veç kësaj kanë edhe shtesa të tjera ushqimore për t'i dhënë shijen që të imitojë deri diku natyrën. Por natyra nuk është kaq e thjeshtë për të imituar, kështu që unë mendoj që zgjedhja më e mirë është gjithmonë marrja e produkteve natyrore. Produktet me yndyrna të ngopura. Tani, në fakt, kur flasim për yndyrnat, gjithmonë e kemi frikë, pa diskutim, sepse mendojmë që yndyrnat janë të lidhura me tensionin e lartë, pra me presionin arterial, por janë të lidhura dhe me diabetin, por të lidhura dhe me sëmundje të tjera. Kështu që në qoftë se tregojmë pak kujdes në zgjedhjen e yndyrnave, pra nëse ti dëshiron të konsumosh një yndyrn, zgjidh frutat arrore, zgjidh sardelen, zgjidh edhe çokoladën, se është e pasur me acide yndyrore esenciale, zgjidh bukën gjithmonë integrale, drithrat shumë të rëndësishëm. Kështu që ka pafund ushqime të cilat mund na e furnizojnë organizmin me yndyrna, por të konsideruara të shëndetshme, pra yndyrna të pangopura dhe acide yndyrore esenciale. Fast food apo dhjamra të ndryshëm nuk janë ide e mirë. Nëse ndalemi te gjalpi, duhet patur kujdese. Nëse flasim për gjalpin i cili vjen nga një bulmet i pastër, pa ndërhyrje të industrisë dhe të teknologjisë, jemi duke folur për një ushqim i cili jo vetëm që nuk është i dëmshëm, por përkundrazi na ofron mundësinë të tres vitamina, na ofron mundësinë të na pasurojë me omega 3, na ofron mundësinë të na japi vitaminën D, e cila është pak delikate sepse nuk ndodhet në shumë ushqime, e nga ana tjetër na furnizoj edhe me kalcium. Kështu që nëse zgjedhim gjalpin e mirë dhe të freskët, 14 gram në ditë absolutisht nuk është një gabim. Përpos se jep shumë edhe shije ushqimeve, është edhe një pjesë e traditave tona. Sigurisht në mëngjes pak bukë me gjalp do të ishte një ide e mirë për ta nisur mbar ditën. Dhe pastaj margarinat edhe gjithë të tjerat sigurisht që nuk duhen konsumuar. Sa i takon makaronave, apo rizit, apo karbohidrateve të përpunuara. Në fakt, kur flasim për mielin, kur flasim për brumrat, kur flasim për produkte të tilla, gjithmonë ka debat. Dhe gjithmonë është mirë të theksojmë ato që duhet pavarësisht sa nga ju e pranon apo e përqafon këtë që themi. Nëse flasim për mielin e bardhë, sigurisht nuk jemi duke folur për një ushqim më të shëndetshëm në planet. Por nëse flasim për himet, apo nëse flasim për atë pjesë të grurit e cila është pikërisht embrioni, patjetër që jemi duke folur për një diamant të natyrës. Kështu që në këtë rast duhet zgjedhur patjetër një produkt si kundër është edhe makarona, por që vjen nga një miell integral, por që ndoshta vjen edhe nga një brum i bërë prej bishtajave, por mund të zgjedhim dhe orizin kaf. Pra, që të qëndrojmë në dietë dhe të konsumojmë karbohidrate, nuk do të thotë patjetër të kemi frikë. Përkundrazi, të jemi shumë të sigurt nëse zgjedhim këto karbohidrate që unë përmenda, duke eliminuar totalisht ato ëmbëlsirat e bëra në markete, por që bëhen nga miell i bardhë apo nga aditive të tjerë që unë përmenda, dhe duke ju referuar gjithmonë këtyre kategorive ushqimore të cilat janë shumë të rëndësishme. Shpesh fëmijët kanë qejf të konsumojnë hot dog apo hamburgera apo sanduiça. Dhe patjetër brenda tyre vendoset dhe mishi i përpunuar, herëherë kremviçe, herëherë salciçe, prosciuttra e të tjera me radhë. Këto janë një armik i madh i shëndetit tonë, sepse përveç se mbajnë sasi të lartë të kripës që bëhet një vrasës i madh për organizmin, këto kanë edhe elemente të tjerë që mund të jenë alergjik për fëmijët. Përveç të tjerave, mund të ndikojnë në presionin tonë arterial duke rritur nivelin e yndyrnave në gjak. Të kuptojmë diçka.
në fakt diabeti apo sëmundjet e zemrës apo sëmundjet të tjera nuk varen vetëm nga një ushqim i caktuar. Se ne themi mos konsumo sheqerna shumë se të zë diabeti, ndërkohë që edhe nëse konsumojmë krip shumë na zë diabeti, pra po përdor këtë termin na zë. Nga ana tjetër, hipertensioni arterial, kujdes shumë krip se më ngrihet tensioni. Por duhet kuptojmë që dhe sheqeri e ngre tensionin. Pra, trupi jonë është i ndërthurur dhe problematikat shëndetësore janë derivat të njëra tjetrës. Kështu që ekuilibri ose zgjedhja e ushqimeve të dhura do të bënte që njëra smundjet mos krijojë që të mos kishim edhe mundësinë për të krijuar diçka tjetër, sepse fillojnë bëhen ato sindromat, pastaj sikundër është dhe sindromi metabolik, i cili varet shumë nga pesha, menaxhimi i saj, prania e kolesterolit dhe e dhjamit në zonën e barkut. Ndaj duhet patur kujdes, por do të kemi kohë plot për të folur dhe për këto. Çfarë zgjedhim në vend të tyre, ato çfarë tha më sipër, dhe të gjitha ushqimet të cilat kanë ngjyra të forta. Të gjitha ushqimet që kanë ngjyra të forta kanë edhe një mënyrë për të komunikuar me ne. Nëse do të kishin gojën ashtu siç ne e kemi, frutat dhe perimet do të komunikonin dhe do të na jepnin mesazhe shumë të bukura. Dhe ngjyrat ashtu si kundër ylberi, edhe në pjatë mund të jenë duke vendosur njëra pas tjetrës ato që natyra na ofron. Sa më shumë ngjyra të kemi në pjatë, do të thotë që ne kemi krijuar një sasi të tërë, një minier të tërë të mineraleve, të vitaminave dhe të antioksidantëve. Kryesisht antioksidantët dhe mineralet dhe sasia e fibrave i jep ngjyra ushqimeve. Dhe një sallatë është mënyra më e mirë për të patur sa më shumë ngjyra në pjatën tonë, sepse na jep mundësinë të kombinojmë çfarë të duam ne. Shpesh kur më pyesin klientët, Yrida, po me çfarë ta bëj sallatën, i them hap frigoriferin, qëndro 2 minuta, zgjidh çfarë ka mbetur dhe vendosje në një kupë dhe mjafton ta konsumosh. Kështu në të njëjtën formë edhe plotësojmë vaktin, nëse nuk duam të konsumojmë një vakt të plot, po themi, ose të rënd në darkë, ne kemi mundësinë që nëpërmjet një sallate, pak bollgur, pak quinoa, pak djathë, nëse është e domosdoshme dhe dëshironi, kështu shmangim edhe kripën, pak lëng limoni, disa kokra sheg, farat e kungullit. Ja kemi dalë mban të krijojmë një sallatë super të shijshme dhe të këndshme. A doni t'i vendosni edhe ndonjë frut? Patjetër që po. Është mit fakti që nuk duhen konsumuar frutat brenda një vakti, duhen para, duhen pas. Të gjitha këto janë mite dhe ne do t'i hedhim poshtë një nga një. Një mit është edhe kjo, ndaj në një sallatë fare mirë mund të implementoni dhe frutën tuaj të preferuar duke e bërë vaktin e bukur, të shijshëm dhe me shumë vlera. Ju rikujtoj se në fakt ushqimi nuk është vetëm ajo që ti shikon. Ushqimi është më shumë se sa kaq, është një emocion. Pra, ti në momentin e parë që shikon ushqimin, direkt fillon tretjen. Tretja nuk fillon stomak. Shpesh e them dhe me studentët të kur më pyesin, "Zysha, kur fillon tretja?" Tretja nuk fillon fare në stomak, tretja fillon direkt sa ti bie në kontakt me ushqimin në mënyrë vizuale, sepse nxiten të gjitha shqisat tona dhe bëhet ajo që themi duhet të ketë vlera organoleptike. Pra, nëse një ushqim ty nuk të duket i bukur, nëse ti nuk ke dëshirën ta konsumosh dhe ta hash me sy, ky ushqim do të thotë që ka diçka që nuk shkon. Ndaj, në mënyrë që ti vendosim të gjitha shqisat në funksion, duhet që ky ushqimi të na nxjisë edhe ndjesi të mira. Pra, të ketë shije të mirë, aromë të mirë, pamje të bukur, e patjetër që t'i japi mundësi organizmit tonë të furnizohet me këto nutrientët. Po, a është vetëm kaq? A do të mjaftonte vetëm kaq? A do të mjaftonte gjithë kjo sallata për të realizuar një ditë të shëndetshme? Sigurisht që jo. Ka element që ne i harrojmë. Unë për shembull sapo harrova një ndër këshillat dhe në episodin tjetër do përpiqem ta rregulloj, është frymëmarrja. Gjithkohës jam shquar për të folur në shpejt, sa do përpiqem përsëri sasia e lartë e magnezit që marr nëpër ushqime më jep energji, por do përpiqem që herë tjetër të përdor dhe teknikën e frymëmarrjes. Frymëmarrja është një element shumë i rëndësishëm në organizmin tonë, nuk është thjesht një proces këmbimi i gazit, por është një proces i cili e ndihmon organizmin tonë të funksionojë ashtu siç duhet, duke ndihmuar dhe uljen e nivelit të stresit. Gjithçka vjen nga stresi. Stresi na pengon për një gjumë të mirë, stresi na pengon për të qenë produktiv në punë, na pengon në marrëdhënie me fëmijët, na pengon në marrëdhënie me kolegët, na pengon sistemin imunitar për cilën folim. Kështu që merrni frymë, çlironi dhe pastaj përgatituni për gjithë gjërat e bukura që jeta sjell. Dushi më i ftohtë. Dushi më i ftohtë është përsëri një teknikë shumë e mirë sepse edhe kështu na ndihmon për të ulur nivelin e stresit, e po ashtu ecja zbathur në natyrë vjeshta na ndihmon këtë. Leximi përpara gjumit është një ndër metodat më të mira, ti kështu shkëputesh nga bota e përditshme dhe rikthesh një botë shumë të bukur që vetëm libri mund të ta ofrojë. Konsumi i erëzave pa diskutim përpara gjumit, një çaj do të ishte shumë mirë. Planifikimi i kohës, larg rrjeteve sociale, larg dritës blu, larg telefonave, është pak e vështirë, por ja që mund të arrihet nëse ne duam ta bëjmë, dhe
mirënjohja. Mirënjohja është një ndër vlerat më të mëdha dhe patjetër nuk mundet universi të punojë për ty nëse ti nuk je mirënjohës për ato që ai ofron. E kështu, mirënjohje dhe falënderim për këdo qëndroj sot me mua dhe për këdo do t'i bashkohet episodeve të radhës. Mirënjohje për këdo arriti të marrë në duar propozimin tim dhe arriti të jetë pjesë e bashkëpunimeve tona. Mirënjohje për gjithë stafin që unë kam mbas këtij ekrani, i cili ka punuar pa lodhje, ka punuar pa kursim të kohës dhe ka punuar me një emocion gati më shumë se sa imi. Sa ndonjëherë mbetesha në dorën e tyre dhe thosha, ok, jeni ju, do dali shumë mirë. Faleminderit Zip Multimedia, i cili është produksioni, është studioja, e cila arrin të realizojë këtë emision dhe shumë se sa kaq, por po i thash të gjitha, humbas efektin e surprizës. Faleminderit kujdo, faleminderit të gjithë ata që mbështeten. Jam shumë e lumtur që shkoi gjithçka mbar dhe kjo fal jush dhe jam shumë e lumtur që do të shihemi përsëri premten e ardhshme me Zip po pres që të kaloj gjithë java. Javë të këndshme, plot shëndet e gjithë të mira.